Këtë e trashëgimojmë që 500 vite brez mas brezi, edhe na kem qef me përcjell këta, për shkak që edhe ju kena pa ajrin edhe e kem si hobi. Kjo pamje piktoreske ka qenë çdoherë inspirim për të. E kjo është kopeja e deleve me të cilat është rrit ky fermer nga Rahoveci. Është Artan Canziba, i cili është shumë i përkushtuar ndaj kësaj veprimtarie. Ne jemi fermer familjes Canziba, këtë e trashëgimojmë që 500 vite brez mas brezi, edhe na kem qef me përcjell këta, për shkak që edhe ju kena pa ajrin edhe e kem si hobi. Kështu që i kem afër 300 copa delet. Po e cek që 500 vite në fakt në total e keni trashëgu, a kanë qenë gjithmonë delet me veprimtaria juaj me çka jeni marrë, apo keni pas të kafshë të tjera? Jo, kemi pas në i lopsa për familjarët, kurse delet i kemi pas gjithmonë. Edhe apet që kemi me gjithë migjallari kemi rreth 2500 copa. Po ju vetë si fermer, nga cili vit e keni nisë këtë veprimtari që e keni zotru ndoshta të pasurit një fermë? Po une me babën jëm konë te nxjerë pas te para 3 vite, kurse me vllaznit e snimi da që 17 vite, kom linë këta dhe do të vdes me këta, kështu që nuk kom pas kur njerë ndërprerje piktinve. Dalimi dhe flasim pak pikrisht për delet, po i shohim prapa që janë delet, i the që momentalisht janë 300 kres? Rreth 300 copa. 300 copa. Tregona ma shumë rreth karakteristikave të tyre. Çfarë lloj delesh janë këto, për cilat janë të mira që t'jellin ti si fermer? Po këta dele janë në vendit të tracës tonë, të moqme, prodhim i Kosovës, do me thonë, ka raste që kanë pru për shtetet jashme disa delet si anakonda e ata qerat, mirë po ma shumë është vendit tonë, raca moqme, delet rude. Delet për të janë më shumë se një familje, edhe pse ato janë shumë në numër. Kjo nuk po e pengon as pak Artanin që të kujdeset për to. Po jo në shtu, ka pas edhe kvalitet pjetinve se ta ma qumë shtore e kanë dalë, mirë po jo me përballu klimën tonë. Tash ne jemi ende në sezonin e dimrit, po besoj veç kanë fillu sa do pak moti me marrë ma mirë edhe kanë fillu me nxerr për kullosje, tregona pak rreth. Jo, për fat keq deri sot nuk kanë dalë për kullosje, janë konë manat në birnë edhe janë konë mujën e shtimit, sot po bëjmë plan për ditë parë me lëshu.